Ka dalë në qarkullim botimi i gjurmime të etnologjisë dhe folklorit shqiptar nga profesor doktor Bardosh Gaçe, studiuesi i njohur i letërsisë, poeti dhe shkrimtari me emër. Ky është vëllimi i dytë dhe autori si mjeshtër i sprovuar i hulumtimeve dhe kërkimeve shumëvjeçare në terren, por edhe si vlerësues i sprovuar në artimin e monografive të plota e të gjera, nëpërmjet një kundrimi të integruar të lëndës, arrin të shpërfaq ironacion të gjerë e sinteza për çështje të rëndësishme të fushës, duke rikonfirmuar modele të shkëlqyeshme të dietarëve që kanë punuar në këtë fushë, të evidentojnë prurje të vyera mbi bazën e qëmtimit dhe shqyrtimit të një literature të gjerë, një me plotëri burimet shkrimore, por edhe sjell rivizime përfundime me rëndësi prej gjurmimeve e ulumtimeve që ka bërë në kohë të gjatë e në viste të ndryshme. Botimi është mbështetur nga Universiteti Vlorës Ismail Qemali, Fakulteti i Shkencave Humane, Departamenti i Gjuhës Shqipe dhe Letërsisë, ndërsa redaktor është profesor Gjovalin Shkurtaj, akademik i njohur, dhe recensent të tij, profesore Afërdita Unuzi, doktor Ermir Gjindi dhe doktore Etiona Hoxha. Korektore botimit, profesore asociuar doktore Monika Hasani. Vëllimi i dytë i veprës gjurmime të etnologjisë dhe folklorit shqiptar jep profile të emrave të njohur në lëmin e kërkimeve dhe botimeve shkencore. Përmes këtyre profileve, pjesa më e madhe të cilëve janë autor librash, studimesh dhe punimesh shkencore të fushës së folklorit, këngës popullore apo traditës. Profesor Gaçe i ka sjellë lexuesit dhe dijes së kësaj fushë analizën, vlerësimin dhe arsyetimin e një studimi me përvojë për të pasur vazhdimisht prurje të nevojshme për këto fusha për arsyen madhore. Ato duhet të fitojnë qytetarinë e studimit dhe nga ana tjetër, ajo që lidhet fort me një aktualitet jo shumë optimist në prurjet studimore të këtyre fushave, duke nënkuptuar qasjen inteligjente të tij se folklori dhe kultura popullore është një gur që nuk shteron kurrë. Profesor Gaçe, pavarësisht niveleve profilore dhe të prurjeve të tyre, është i aftë dhe di të lexojë mirë dhe në vlera një punim të thjeshtë apo të korrektuar dhe redaktuar mirë, por që mbar vlerat të nevojshme për t'u vlerësuar. Vëllimi i dytë i kësaj kolane, gjurmime të etnologjisë dhe folklorit shqiptar, të profesor doktor Bardosh Gaçe, pavarësisht prurjes profilore, të njohur dhe jo të njohur, tematikisht, është një libër i gjerë dhe reflekton krahas këndvështrimeve shkencore dhe të fushës mbi vepra të njohura dhe të rëndësishme të etnologjisë, folklorit, botimet monografike të këtyre fushave. Ai ka sjellë dhe mendim prej studiuesi të komunikimit dhe marrëdhënieve që ato kanë krijuar me kulturat dhe llojet e tjera të shkrimit. Vetë redaktori i librit, akademiku Gjovalin Shkurtaj, thotë se ndihet i lumtur dhe njerësh i ngazëllyer që mbas një pune pak të thuash madhore, që kërkonte përgatitja për botim e një kolane me studime në 2 vëllime, të titulluara Gjurmime të etnologjisë dhe folklorit shqiptar, miku dhe kolegu im i nderuar, profesor doktor Bardosh Gaçe, etnolog, folklorist dhe studiues i njohur i letërsisë, si dhe poet e shkrimtar me emër të mirë, më nderoi duke më kërkuar t'i shkruaja parathënien. Nder dhe përgjegjësi, se janë libra që lidhen me shumë fusha të dijes etnologjike, folklorike, si dhe me paraqitjen e profileve të figurave me ndikmesa të shumënduarshme të kësaj lëmje, thekson ndër të tjera profesor Shkurtaj.